Se ja ke nis fjuhen në mezh njerëzve, tokat pja u merë, për mja u plotësu dëshirat mi martu, e tash je I mes dy kunatave. Vetë po dojnë. Vetë po dojnë. Çdo kanë thonë, edhe avokati e përmend, sigurisht edhe më herët, që njerëzit jepin pak për me mujt nashta më martu, po për më do lypet më tepër. Po, e vërtet. Po ti kalojmë pak seriozit, unë mas sporit përgëzoj ty, edhe je ka e lun, ka e moderon shumë mirë faktikisht këtë program, unë të përgëzoj. Faleminderit. Si aktore, si kolege, do më thonë të kena po dhe marrë, po si moderatore nuk të kena po. Unë, për mu, viti 2025 ka qenë një vit sfidus, ku në fushën e artit, ju dini që ne jam edhe muzikant, jam edhe aktor, kemë realizu projekte së bashku, edhe me krijimin, me serialit Nusja me shkollë të tjerë, kemë kalu një kohë shumë të mirë me gjithë ka aktorët, jem të kënaqur, jem shoqëruar na familiarizu njëri me tjetrin edhe pesho që publikut po I pëlqen, jem tepër I kënaqur. Edhe ka muzika nuk ka qenë keq, ka qenë shumë një Na I bakshesh aty këtu. Jo, laftyra po të kallzoj që këtë xhamir po të dalë prej vitit. Nuk guxoj më anku, Jo çfarë të ankume, tamam puna. Për vitin 2026 unë gjithë shqiptarët kudo që janë, ju uroj këtë vit të ri, ta kenë shëndet, ta kenë gjithë të mirat e botës, ta kenë një harmoni familjare dhe inshallah nuk na përsëritën do sene që kena pas më herët, po flas te s'po guxojmë jetë politika, po te rritjet e çmimeve të shumë senet na stabilizohet pak jeta ekonomike dhe familjare në shtëpi. Edhe një diçka tjetër. Nuk e di cila kamerë është të kështu tash këtë drejtim. Po duhet një falënderim veçantë për gjitha familjet tona, për shkak se ndoshta ju kemi dhënë një mundim më tepër kur kemi mungu shpesh në familje edhe u dosh ata më përkujdes më tepër për anëtarët e familjes tonë. Unë I përshëndes familjen time dhe sigurisht edhe familjet tjera. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Jakob.